Sikur ta dija, e përmbylla fjalimin me atë që sot determinohet qëllimi real i lëvizjes me vendosje me këtë projekt ligj. Dhe me shmangje duke që qëllimi janë zgjedhjet. Për ndryshe, nuk kam si të arsyetoj që një ligj kaq vital që vetë po thoni që është vital, të ketë nevojë për shmangje. Sot edhe ministrja dhe ju tha që jemi të hapur për diskutime. Për cila diskutime? Kur thyn ligjin fuqi? Mos bëni hajgare, të paktën dilni pranoni që pas keni sjell këtë projekt ligj për zgjedhje, për propagandë elektorale. Për ndryshe, mos bëni hajgare për besë me popullin. Tregoni sinqerisht që ishte qëllimi ju, megjithse mendoj që u bë e dukshme, por tash sinqerisht edhe një herë pyes ministrën, sepse tha jemi të gatshëm. Tha isha në komision, isha e hapur për diskutime dhe do të jem sërish. Tani as po të dëgjojnë ministre, grupi yt parlamentar konsideron që nuk i autoritet mbi projekt ligje që i sjell, unë e kuptoj pse mund të mos kem besim tek ju. Si jam i përveçëm. Por megjithatë keni një farë roli të bashkëbisedoni me ministrat e juja, po. Prandaj edhe një herë përsëris. Cilat përgjigje i dhatë në pyetjet që i shtruam? A na treguat se si qenë ka plotësisht legjitime të kërkohet nga remitancat e 100 eurove në muaj të verifikohen. Asnjëherë nuk e sqaruat. Për më tepër, po i dëgjoj nga grupi parlamentar i lëvizjes me vendosje që thrasin e bërtasin si gjithnjë duke më thënë të mos manipuloj. Prandaj kërkoj nga ky grup parlamentar ta marrë një evidencë të gjithë personave zyrtar në Republikën e Kosovës nga viti 2008 tutje dhe të shohin se sa antar të ngushtë i kanë pasur jashtë vendit. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Dhe do të shikoni sa do t'ju dalin për 100 euro në muaj. Problemi dukshëm është që peshqit e mdhenjë për cilët është synuar byroja tani i keni brenda jush. Dhe për t'i hedhur sy qytetarëve të Republikës Kosovës, dëshironi ti manipuloni me këto projekt ligje që do t'jenë të pasbatueshme, sepse e dini shumë mirë që edhe nëse nuk shkon gjykatë kushtetuese nga ky kuvend, ka me shku në secilin rast kur ju iniconi një procedurë të tillë. Pra se pas keni seriozisht. Sepse është e pamundur të bindem që e keni seriozisht që një ligj me cilin moralizoni çdo ditë, nuk ka ditë që nuk flisni se si e kaluara pas ka qenë e korruptuar, dhe vini këtu me ra gjoksi e tregoni se si ju jeni për luftim korrupsionit, por ju mungojnë 2 javë shtesë për ta rregulluar ligjin. Një ligj që prek drejtën pronësore, një ligj që prek drejtën e privatësisë, një ligj që ka rënë gjykatën kushtetuese. Cila është gutia? Zgjedhjet.